بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندرور جمالي kjo është gjumaja e parë e muajit të Ramazanit. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu në këtë ditë të madhe, ditë e Xhuma, ditë Ramazani, duke qenë agjërueshëm, Allahu ditët e kaluara të agjëruara t'i ban kabull për neve. Dhe ditët që na kanë mbet, Allahu t'na jep takat dhe shëndet dhe motiv dhe energji që t'i mbushim me agjërime, me adhurime, me vepra të mira larg veprave të këqija. Të nderuar xhamatli, Ramazani çdo vit vjen me mësime të reja, me devotshmëri të reja. Ramazani është jetë e re. Ramazani është pendim i ri. Ramazani do më thanë me një mëkat më pak. Ramazani do më thanë me një gjuna më pak. Ramazani do më thanë një njeri më i mirë. Ramazani që ti e nxen do më thanë se ti e në rrugën e pastrimit, në rrugën e largimit prej mëkateve dhe gjunaheve. Andaj hadithin që të gjithë ne e dim, të gjithë e kemi dëgju, çdo Ramazan e dëgjojmë, po si e kuptojmë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu an, ka thënë alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e agjeron Ramazanin, ja na jemi duke agjeruar, imanan wa ihtisaban, me besim në Allah, në besimit e bojmë këtë punë, wa ihtisaban, dhe shpërblimin e pret në ahiret, dhe në shpërblimin inshallah e presim në ahiret. Rezultati, andaj që kjo rezultati është shumë e rëndësishme që ta hulumtojmë të nderuar xhamatli. Efekti, shpërblimi barabar me çka? Ka thënë alayhi salatu wassalam, rezultati ghufira lehu. Ghufira lehu, i falën gjunat. I falën gjunat. Ma taqaddam, ke gjunat që ka bëu më herët. Mirë, na që këtë hadith shpeshe të gjojmë, shpeshe e kemi një, sidomos Ramazan. Mirë të ndëruar xhamatli, a ka një alamet, a ka një shenjë, a ka një sinjal, si që ti njeri që ka të agjërue, a ja jep Allah një sinjal se janë të falë gjunat? A ka sinjal? Ka sinjal. Andaj ulemat kër e kanë mërë këtë hadith e kanë thanë, kjo hadith argumenton se finalja e besimtarit të i pasër prej gjunaheve. Alameti, a ka mundësi Zoti dikujt me dash mja falë gjunahin, ama nuk ja letëson lanin e gjunahit? Nuk ka mundësi të ndëruar xhamatli. Nëse Zoti do mja falë dikujt gjunahin, shenja e parë që ja dërgon atij, cila është? Shenja e parë. Shenja e parë është se ja letëson me lan gjunahin. Nëse na jena të zhyt në gjunahe, ghufira lehu, kumet do mja falë gjunahat. Pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam janë fal gjunahat të kalume dhe ato që mundësisht mundet mi bëjnë njëherë gabime. Apo, dhe çdo pejgamberit alamet cila? Alamet është se Allah e ruan pi gabimeve. Pa këtë arsye të nderuar xhamatli, prej efekteve më të mira të Ramazanit është në Bajram me dal me gjunahet falta. Shenja dalluese e kësaj cila? Se ti në çdo Ramazan e vëren se mëkatet tua paksohen. Nëse gjunahet tua nuk paksohen, nuk ki marr kur fare alametis janë të falë. Me fjalë të tjera që ta portatizojmë të nderuar xhamatli, kur Zoti Xhelel Xhelalu don me e pështu dikan, a e thellon detja e bjen ma përpjet, a e bjen ma nalt?
Kur Zoti don me e pështu dikan, a e zhyt ndetja e ngrej manalt. Kur neve Zoti don me na I fal gjunat, a na shtyp ma poshtë na ngrej manalt. E çka puna jon, që ne mendojmë dhe shpresojmë që na falen gjunat, ndërkohë që ne jemi duke hyrë në thellësi. Ne ende jemi të zhyt gjunahe. Për këtë arsye alameti I parë që duhet ta kërkosh të vetvetja jote, si agjërushëm që je, me Ramazan që je, apo e ndin lehtësinë mi lan gjunat ajo është alamet se ti e duhet u fal. Ajo është alamet se agjërimi është të funksionuar te ti. Ajo është alamet se efektet e agjërimit janë shumë duke punuar te ti. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, sikur kur I konsumon ilaçet, çish e vëren ti, për shembull, mjeku çka thot kur je të konsumoj ilaçet e terapisë, thot a e ndin veten më mirë? A e ndin, a ka fillu efekti I ilaçeve te ti? Kështu ti ja fillon, thu pak më mirë jam. Me çka e mot? Temperatura pin 42, karon 40, 38. Çishtua, merr edhe me gjunahe. Ti I ditë gjunat e tua. A ka fillu agjërimi me ta ul temperaturën? A ka fillu agjërimi me thon ka dale? Jam të agjëru, jam të e marrun e ilaçin, jam të e marrun e të konsumua dhurimin. Por, a ka efekt ajo? Efekti është shumë I rëndësishëm të ndëruar xhamatli. Vini re te mjekët, kur ilaçet funksionojnë, rrezik shumë. Nëse I jep diçka kundër temperaturës dhe nuk I ulet temperatura, për mjekun çka I bie? Alarmi manal shkon. A thot mjeku, shka dert, nuk ka dert. Jo, nëse efekti I ilaçit s'është të funksionue, a janë rrezik. Andaj nëse na falemi dhe agjërojmë dhe japim zakat dhe bëjmë hax dhe shkojmë në umre dhe lexojmë Kur'an, dërsa temperatura e gjunave nuk ulet, ti të na diçka shumë e rrezikshme. Sistemi imunitar, sistemi I trupave tonë dhe shpirtave tonë nuk është duke funksionue. Andaj çka tha alayhi salatu vesselam, kush agjeron Ramazanin me çfarë? Me besim në Zotin dhe në llogarin që e preç problemin te Zoti xhelel xhelalu, I falën gjunat. Kjo I falën gjunat lipe me alamet, zbritja e temperaturës. Shikoje gjuhën tane, a u ka lehtësu për fjalë të mira ajo? A më nja thu dikujt let një fjalë të mirë? Nëse e kia latë vështirë, temperaturë ki naltë, gjunat I kitë nalta. A e ke vërejt efektin të gibeti? Apo mund është me nalë vetën pi gibetit, pi përgojimit, pi fjallës të këshia që jo a thu njerëzve, apo për I mendime të këshia që I ki për njerëzit? Këtë kjo argumenton se ka temperaturë të nalë, viruset janë endet e ti. Për këtë asyje, Ramazani vjen të ndëruar xhamatli me ullë temperaturën e mëkateve të ne. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, duke e përmend Ramazanin, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazanit dhe cilin ka zbrit Kur'ani. Pastaj gjatë fjalive të Zotit xhelel xhelal çfarë thot? Yuridullahu bikumul yusr. Zoti po do më ja u bë let juve. Let. E çka këtu let të ndëruar xhamatli? Tash nëse e marrim logjik, let po do më ja u bë juve. A nuk kemi të agjëruar është pak maran se sa jashtë agjërimit? Po, e ku këtu po do let? Po do let se kandidat për xhenet. Ma let çka po do mo? A di ti ku je nis? A di ti ku je nis? Nëse një njeri për shembull, nëse një njeri merr rrugë 2000 kilometra, apo 2000 kilometra, edhe vjen I thot dikush, për shembull ta zojmë, ai nuk e din çka në aeroplani. Edhe I thot shyre, kena me shkuar që kena me mri, edhe kena me marr mjetin më të shpejt transportur, po duhet ta bëj let. Çka I thuti? Ai çka e njeh? Thot shyre ta ka lecu. Se me pasku në kam, ku me ditë sa më rishë 2000 kilometra. E përmenëm në ligjerat 45 dit ka udhëtue prej në Egjipt. Ku? Në Tebuk, Musa alayhi salatu wassalam. 45 dit, 1400 kilometra. Pra, ka mundësi me ecë në kam, ka mundësi me ecë me vëtur, ka mundësi me ecë me tren, dhe ka mundësi me aeroplan. Kur thot dikush ka me të qumë aeroplan, shka I be? Po do me ta lecuë. Andaj kur ti e bo kandidat për xhenet, Allah na bof nasib, ja rabbal alamin. Kur thot Zoti, un po du më ja u bo let, çka I bie? A ka ma let pin 4 regjims dhe 5 regjims? Sa do ma let mo? Sa do ma let mo me një taravi nat? Sa do ma let mo? Çka do ma let kur Zoti thot veç mos fol kot, veç mos dëgjoj kot, veç mos shiko haram? Çka do ma let mo? Me u bo prej xhenet live. Andaj thot yuridullahu bikumul yusr. Zoti e do për juve të letën, pra ma let se çështu më na pastruaj, çish na pastron Zoti te bareke ve teala. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne të gjithë që po agjërojmë dhe kemi prit këtë Ramazan, le ti hulumtojmë pak tek vetët tona, çfarë? Le ti efektet. A e kemi arrit efektet? Andaj tha Handale radhiyallahu anhu shoku I pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah, si ka mundësi që kur jam me ti unë jam tjetër njeri dhe kur dal prej te jam tjetër njeri? A e vëren ti që në Ramazan je ndryshe? A e vëren që agjërushëm je ndryshe? A e vëren taravi që je ndryshe? A e vëren se klima ndryshe? A jeti ndryshe? A jeti më I mirë?
jeti më i ëmbël, a je musliman më i mirë. Dhe këta duhet me vazhdu pastaj edhe pas Ramazanit. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, finalja e këtij Ramazani, cila Zoti ditën e Kiametit më thon, o robi jam, shko se je i falt. Allah se kena kuptu mirë çka i bie kjo fjalë. A di çfarë më thon ditën e Kiametit Zoti i Madh te bareke ve teala, pas asaj pritje të gjatë, pas asaj llogarie të vështirë, më thon, o rob, shko hac. Shko se gjunat i kit falta. Shiko njerëzit sot në komunikacion kur i shlon dikush, hac, s'ka lidhje, të falte kije. Një job, një kundërvajtje, një diçka të lehtë, hajtë se i fal tije. Gjithat gëzime ka, tan ditë jeton me çata, thot, s'm dënoj. Po para meno Zotit te bareke ve teala, ditën e Kiametit, me thon, o rob jam, hac. Allah dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma ajurni minan nar. Tha o Allah, pra, largom pizarmit. Fjala largom, jep misharat sikur njeri atë ndi veten mrenan ta. Andaj ka thonë, shpoton pi zjarmit, largon pi zjarmit. A mund ta paramendoni sikur që ka thonë Ebu Dherri radiallahu an, dhe Ebu Derda radiallahu an, ka thonë nuk shpoton ditën e Kiametit posi njeri i cili i lutet Allahut me dënes, sikur ai njeriu i cili është duke u mbyt ndeti. Si i lutet Zotit Madh te bareke ve teala? Në njëri të ndëruar xhamarli që e ka plon zjarmi, çfarë klith me ka, çfarë bërtitur ka. O Zot, o shpotomni, largomni se zjarri i madh. A mund ta paranoni 1 minutë vetën xhenem? Qysh e kish me lutë Zotin? Andaj lutë Zotin me këtë komoditet që ka e ki. Ti ka falë Allahu mushkëri që të punojnë, ki ajrë sa dush, apo je komod, lutë Zotin. Lutë, shiko, as nëzat s'ki, as vap s'ki, fresk dhe tije, lutë. O Allah shpoton pi zjarmit, o Allah shpoton pi zjarmit, o Allah falmi gjunat, o Zot falmi gjunat. Masum le me dal pi kësaj dunjaje, vetë se gjunat e mija të jenë falta. Që kjo është kurora e Ramazanit. Nëse nuk ka arrim, Zotin arrujt mës me arrit, është dështim i jonin në themel. Nga se vetëm besim të uritur, vetëm besim të etur, dhe vetëm besim pa i prek disa preknacive të kësaj bote, ndërkohë që nuk i arrim qëllimit të cilin e ka vendosur Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ditë Ramazani. Allahu na i fal të gjitha gjunat. Allahu t'i fal gjitha mëkatet tona. Allahu t'i përmirëson karakteret tona, t'i përmirëson moralet tona. Na ban Zoti jon te bareke ve teala që të ndjekim moralin e më të mirit për njerëzve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi salatu wasalam. Elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allahu te bareke ve teala kontributet tona, veprat e tona t'i ban kabull te ai. Na ban Allahu që emrat tona t'jen prej banorëve të xhenetit, dhe mos ket asnjëri prej neve emrin e vet mos ta ket në banorët e xhenemit, ja rabbel alamin. Elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Zoti muslimanët kudo që janë, në lindje dhe perëndim, Zoti t'ju ndihmon, Zoti t'i bekon, Zoti t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mbështet, sidomos të dobtit e muslimanëve, sidomos të shtypurit e muslimanëve, sidomos ata që përjetojnë padrejtësi dhe zullume dhe persekutime prej muslimanëve, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mëshiron. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që çdo gjuna që e bajmë, Allahut na fal, të dukshëm dhe të padukshëm. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahut na mundson me jetu si musliman dhe me urrit si musliman dhe me ndrujet me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وقرآننا. اللهم تقبل منا جميع طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا، اللهم أصلحنا وأصلح شأن المسلمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.